çdo ngjarje, çdo zhvillimi dhe brenda pak kohësh mua më dha mundësinë presidenti i televizionit Artur Stevi që të ndërtoj një emision të formatit që unë e kisha hartuar dhe titullin e gjeti vetë presidenti i televizionit. Pra sigla e emisionit me titull u përcaktua nga presidenti Artur Stevi. Realisht kisha zhvilluar emisione tjera në televizionin AVN, por këtu ishin më të konsoliduara dhe të programuara të përjavshme. Ka pas një format mbajmend në vitin 2005, biznes për të krijuar hapësira për zhvillimin ekonomik. Pastaj ne ndryshuam titullin e emisionit e bëmë jo vetëm biznes për të krijuar edhe hapësira tjera për politikanë të ndryshëm, po edhe probleme sociale. Dhe pastaj në vijim emisioni Ballfaqim, i cili sot dihet për shkak të integritetit dhe asaj që ai transmetonte të gjithë. Emisioni Ballfaqim është një nga emisionet më të konsoliduara, pra është i përjavshëm ku marrin pjesë përfaqësues të ndryshëm shoqërisë, që nga politikanë, deputet, drejtues të institucioneve shtetërore, administratave, specialist, intelektual, përfaqësues të ambasadave, e deri tek qytetar më thjeshtë. Pra vijnë përballë njëri tjetrit në raport me të vërtetën që duhet të diskutohet, pra që është hartuar në skaletin e emisionit ndërmjet qytetarëve. Normalisht ky emision kërkon një angazhim të gjerë, jo vetëm të kulturës profesionale, por edhe qytetare, por ka brenda dhe kulturën e dialogut, pasi për vetë formatin që ka përballë individ të ndryshëm, me karaktere të ndryshme, me bindje politike të ndryshme, por edhe me interesa të ndryshme. Ju keni mbaruar studimet për gjuhëletërsi, a ju mungon ky profesion mësimdhënie? Në fakt, vërtet është që unë kam mbaruar për gjuhëletërsi, edhe pse pas shkollës mesme mua më doli për inxhinieri nafte, nuk e vazhdova, në atë kohë ku ishin dhe stazh, pas stazhit me një karakteristik për shkuar atje, dhe u orientova për shkak të edhe edukimit brenda familjes, u kisha 2 prindër mësues, brenda këtij profesioni. Kam mbaruar gjuhëletërsi, relativisht kam qenë student i mirë, ata që kanë qenë me mua e din. Kam punuar shumë pak në arsim, e njoh procesin e mësimdhënies shumë mirë, ashtu siç e thash, edhe për shkak të edukimit familjar, ku aty te ne në atë kohë vetëm ditare shikoje, ditare për të mësimit nga prindrit, dhe më pas vetë. Gjithashtu edhe bashkëshorten e kam arsimtare, pra jemi një familje kryesisht mësuese. Po angazhimet e mia unë i kam pas konkrete dhe të përhershme në fushën e medjes. Pra në gazetari, ku përveç se pasionit të pakufishëm që kam edhe përgjegjësinë e detyrimin për të qenë në shërbim të profesionit, po edhe të publikut. Zoti Besni, jam interesuar për formimin tuaj intelektual dhe ju vetëm më parë keni dhënë mësim. Si u ndjet në orën e parë të mësimdhënies? Unë kam pas një pedagog, 2 metodistë shumë të mirë, Muhamet Çeliku, edhe më pas deputet, edhe Abdullah Ballhysën, edhe rektori i universitetit, Elbasan më pas, dekan dhe rektor më pas, mos gaboj. Pra ka qenë një brez që ka pas pedagog shumë mirë dhe bazat kryesore ne i merrim që në auditor në fakultet, pastaj që praktika mësimore dhe më pas angazhimi im në këtë profesion është shumë i bukur, po do durim të madh, sepse ke të bësh me individ, me fëmijë që janë brenda stadeve të zhvillimit. Pra duke kaluar ciklin e ulët, përfshirja në ciklin e lartë të sistemit, sot 9 vjeçar, atë 8 vjeçar, kërkon më shumë impenjim për të edukuar dhe formuar, jo vetëm përmjet mësimdhënies, por edhe nëpërmjet angazhimit që ka një mësues edhe si prind për të edukuar dhe formuar karakterin e fëmijës.
Ndërsa unë në këto momente po bëj krahasim të karrierës tuaj. Ku është ndjerë më komod zoti Besnik? Në mësimdhënie apo si gazetar televiziv?